Thot Allahu xhelle xhelalu, Muhammedun Rasulullah. Muhamedi është i dërguar i Allahut. Muhamedi për neve është vije pa prekshme. Muhamedi alayhis salam është emër që s'ka mundësi mu tallë dikush me ta. Për këtë arsye të nderuar xhamatli, nuk duhet musliman që tolerojnë të shahët Muhammed Mustafa alayhis salam. Nëse bie kjo punë, nëse tolerohet me këtë punë, ta dini se kiametin shumë nga të kena. Ta dini se këtë bereqetin ka me najmor Allahu xhelle xhelalu. Sot i shef njerëzit bën copa për xhallarët e tyre, për dietarët e tyre, për avazllarët e tyre, dhe kjo ndoshta e mirë, po shpesh e kalon fanatizmin, ku njerëzit nuk shohin pos hoxhën e vet, pos hafuzin e vet, dhe kjo është prej verborisë të xhahiletit të muslimanëve, sikur që ka përmend Sheikhul Islam Utemie, dhe e shajnjeti, wallahi nuk i lëviz as çerpiki për Muhamedit Mustafa alayhis salam. As që i dhnohet për ta, e as që e ngrit zonin për ta, se e ka vërbu fanatizmin që tërkon. E ka harxhu takatin që tërkon. E kur të vjen puna me e thon një fjalë për Muhamedit Mustafa, s'e thot. Por çfarë arsye? Se e ka harxhu këtë llafut, i ka harxhu për hoxhën e vet. E ka dash hoxhën e vet me e bë pejgamber. E kur dush me bë hoxhën tan pejgamber, e kur sikur ata të njëjtën emisione, që munohen njerëz të rrugës me bë pejgamber. Po s'bën pejgamber. Allahu i dërgon pejgamber. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin. Allahu i ka bën mirë besimtarëve që ka dërguar pejgamberin. Nëse s'mund të bëjmë asnjë tjetër, ta shprehim zemrimin ton, hidhrimin ton, mos tallët kurkush me Muhamedit alayhis salam. Emrat ton janë për ta. Le shaje hoxhën, shaje dietarin. Ti mos e shaj, po nëse je rrugash, shaje, ama jo Muhamedit alayhis salam. Jo Muhamedit alayhis salam. Emrat ton janë të shenjtë. Emri ti janë i shenjtë. Emri ti i paprekshëm. Për këtë arsye, kur shahemi ne nuk e mbrojmë veten. Kur na ofendon dikush, na nuk e mbrojmë veten. Kur na përkam dikush, kur shpif dikush, s'ka problem. E ka Zotin e Madh xhel xhelal. Ama Allahu na ka obliguar që nëse shahet Muhammed Mustafa alayhis salam, na mu zemru. E pak ta mu zemru, mu hidhnu, se ta ka shah pejgamberin. Çfarë do të më çama shumë se ti se mbron pejgamberin tan. Për këtë arsye të nderuar xhamatli, le të jetë sicili besimtar i hidhruar kur e dëgjon se dikush tall me Muhammed Mustafa alayhis salam, dhe le të hidhnum edhe me ato kanale, edhe me ato emisione, edhe me këta ato banda dhe bandita që ja mundsojnë palaçeve me dal me shah Muhammed Mustafa alayhis salam. Prapë themi, mos i beso puna jote, mos gabon me ofendu, ose nuk lejohet me ofendue. E lutim Zotin e Madh, që Allah me kudretin e tij të merr hak për Muhamedit alayhis salam, që mos t'ja mundson kurkujna që ta shan nderin e Muhamedit alayhis salam, e të na fal neve për paburërinë tonë, edhe për mungesën e burrnive tona, që na kena burrni, më umor në mesveti. Mirë, po kur vjen puna dikush mu tall me Islam, mu tall me Kur'an, mu tall me xhami, mu tall me Muhammed Mustafa alayhis salam, na krejt e ndrojnë prind Khalid bin Walid, bana runa Zot diçka tjetër.